Pra ju po thoni që komunikimi juve me Faruk Mujkën për vllaznin Mustafën nuk po ju kujtohet. Në asnjë rrethon. S'ju kujtohet, mirë. Dhe po thoni që gradimi i personit ka ardhur si kërkesë e drejtorit të burgut dhe sipas udhëzimit për grada. Mirë. Tash, në shkresat e dosjes personale të personit vllaznim Mustafa ka qenë edhe një vendim i datës 16/3/2022 me të cilin vendim zyrtarit korrektues vllaznim Mustafa ishte shqiptuar mas disiplinore vrejtje. Pse është e rëndësishme kjo? Ai ishte përgjegjës për shkelje të lehtë disiplinore. Andaj, në bazë të kriterëve të konkursit, në cilin ai ka aplikuar se ka kalu testin, personi vllaznim Mustafa nuk kishte të drejtë të hynte në test me shkrim fare. Le që se ka kalu, po s'ka pas drejt me hi. Dhe përkundër që as ka pas drejt e as sa ka kalu, pozitën e ka fitu. Pozitën e ka fitu. Pozitën e keni nënshkru ju. Tash, me ligj, ignoranca nuk dënohet. Po ju duni me pranu këtu diçka. Qysh është e mundën që gradoni persona brenda institucionit që jeni përgjegjës, të cilët nuk kanë të drejtë me marrë gradën cilën ju janë nënshkruni, dhe siç e pat vendimi është i juaj. Tash, a keni rënë në lajthitje nga varçi juaj? Apo jeni influencu nga telefonatat, bisedat me Faruk Mujkën? Dhe edhe një pyetje, pse, se kjo nuk mund të jetë rasti. Personi i cili se ka kalu testin, s'ka pas të drejtë me hinë fare në test, është personi me cilin ju po pranoni që do të dilni me dreku me ta si shenjë falenderimi. Çka ka pas me ju falenderuaj? Pse nuk ka qenë mesazhi juaj këtu, s'ka pse me falenderu kush është ky person? Po ju po e njeni personin, po e kuptoni nevojën e tij për me ju falenderu dhe thjesht po e caktoni një darkë me të, ose drejt. Jo, këto janë deklarime të... Jo, kjo mesazhi juaj. Kjo mesazhi juaj. Zoti Mehmetaj. Jo, zotri, veç për publikun që për mua s'është nevojë. Jo, edhe për publikun. Përshëndetje edhe juve po i thoni Farukut. Po 3 herë. Po shkruajem nesër edhe 10 herë. Edhe do ta publikoni. Po shkruajem nesër në mbrëmje edhe një herë se në Budapest jam. Ti nuk po i thu kush është ky? Edhe pse po dan me falenderu. Ti po e din kush është ky, pe kupton nevojën e tij për falënderim, edhe po i thuni, çtunën ose dillen, ç'është na përshtatet dyve. Edhe një herë, nëse nuk po ju kujtohet se rast individual, pas ka shumë. Ose s'po më tregoni vërtet. Jo. Prap veç është mirë për opinionin. Po, për opinionin. Nuk flitet për gradime, flitet për caktim të ushtruesit dhe detyrës për një periudhë të përkohshme. Që është gradim? Dhe nuk ka gradim. Edhe në asnjë rrethon, nuk më ndodh një gradim i cili nuk i plotson kriteret. Po ka ndodh? Nuk ka ndodh, sepse po në asnjë rrethon. Vendimi e ka numrin 846.